Përshëndetje për të gjithë ju shikues të dashur, sot jemi në Shkodër, jemi tek një agroturizëm i mrekullueshëm, i cili quhet Faqedoli. Këtu do të mësojmë më shumë për historinë e këtij vendi, por gjithashtu do shijojmë edhe ushqimin me këtë pamje fantastike këtu. Unë po hyj pra këtu tek kjo dora, tek Faqedoli, e cila është si një simbol i këtij vendi, ku mund të shijosh pamjen e mrekullueshme, por gjithashtu mund të bësh ndonjë foto për rrjetet e juaja sociale, që dalë e mrekullueshme me këtë pamje. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë për historinë e këtij vendi dhe të shijojmë edhe ushqimin bashkë. Shikues të dashur, ju tregova pak më herët që jemi tek agroturizëm Faqedoli, e këtu bashkë me mua do të jetë Ilirian Digli, i cili do bëjmë një intervistë bashkë dhe do na tregoj më shumë rreth këtij agroturizmi, rreth ushqimit dhe çfarë aktivitete mund të gjeni këtu. Zotëri Ilirian, faleminderit shumë që na pritët. Shumë kënaqësi e madhe të jemi këtu dhe të shijojmë edhe ushqimin, por edhe këtë pamje të mrekullueshme që e keni nga ky vend. Faleminderit. Ndoshta fillimisht me fillu edhe këtë bisedë duke na tregu se si erdhi ideja që të krijoni këtë vend kaq të bukur dhe me këtë pamje kaq të mrekullueshme. Fillimisht ne jemi marrë me disa biznese tjera me gjithë familjen tonë, se ne të tre vëllezër bashkë. Filluam mas pandemisë menduam me bëj diçka tonin, një brand tonin. Dhe pamë një mundësi që pamë një këtë pronën. Erdhme, veshkume, edhe bleme, edhe fillume ndërtimin e agroturizmit. Për 6 muaj rresht jemi marrë duke ndërtuar avash me vështirësitë e malit që janë, nuk dihet ku i del mali. Domethënë, ku fillon, si fillon. Mandej filloi puna, filloi agroturizmi, filluan. Po, agroturizëm Faqedoli tash ka 4 vite më duket që është krijuar. Kemi hyrë në vitin e 4. Vitin e 4. Po si ka shku deri tash krejt procesi, si kanë qenë ndoshta ato komentet e vizitorëve që kanë ardhur? Për zotin, përveç pamjes, shumë komentet mira kena marrë edhe për ushqimin. Po. Për mirëpritjen, kjo është, domethënë, që si shiko shqiptari traditat e veta. Po, çka bën më të veçantë se vendet e tjera? Më të veçantë se vendet e tjera mund ta bëjnë pamja, mund ta bëjnë edhe ushqimi tradicional i Shkodrës. Nuk e di, atë mund të më thonë klientët, nuk mund ta thojmë na, çfarë bën më të veçantë. Po besoj që në të ardhmen do ketë edhe ndryshime, do zmadhoheni. Po, kemi qef që të bëjmë disa dhoma për turistat. Konkretisht më shumë për turistat, sepse e kemi vendin atje sipër që kemi dëshirë që të bëjmë disa dhoma. I plotësojmë domethënë që kalojnë një ditë, jam ardhur vetëm me hangër me konsumu ushqimin, po më ardhur edhe me fjetë, edhe më çu mëngjes me shku te toka, domethënë me pa procesin për fillim deri te tavolina. Po. Domethënë këtë procesin e ushqimit me pa, qysh si mjallën tek. Do të thotë është një lloj hallke e cila vjen deri nga toka në Tryez. Është shumë kënaqësi e madhe që jemi këtu me të vërtetë dhe po besoj që do vim përsëri edhe kur të ndërtohet më shumë, kur të zgjeroheni kështu. Jeni të përpritur. Po, ndalemi pak edhe të ushqimi. Na tregove që produktet janë vendase, të gjitha. Ndoshta do kemi mundësinë të vizitojmë edhe këto tokat pak më vonë. Edhe do të shihni vetë, çdo gjë do të shihni. Do të shihni edhe ju vetë se si fillon edhe si përfundon deri te tavolina. Po. E tashmë do na sjellin edhe do fillojnë ta sjellin edhe ushqim këtu dhe ndoshta do na tregoni se çfarë mund të gjejnë në meny të gjithë turistët që vinë këtu, të gjithë vizitorët. Menyja ndryshohet një herë afërsisht, domethënë 4 herë në vit normalisht që ndryshohet sepse ndryshojnë stile. Po. Edhe ndryshohet krejt menyja. Përveç mishit, domethënë që mishi është
Katër stinet janë të ndryshme dhe 4 menyt janë të ndryshme. Pavarësisht stinave na ndryshojmë edhe krymujt disa prej produkteve. Çat xharrin toka, ne domethënë na bim tavolinë. Nuk xorri tokë diçka që çat xharrin toka, nuk ka se po marrim diçka. Ka çose e gjen i këtë muj një X produkt, nuk e gjen mujin tjetër. Po. Kja është domethënë Varësisht nga stina. ka stina, ka E toka. ky është edhe lëngu i shegës, cilin po besoj e prodhoni vetë. Ky është një lëng i mirëseardhjes, a mund Mirëseardhjes. me çu kështu. Po. Po, normalisht, i kemi shegat, më thonë, i kemi kretë procesin, i kemi shtryllar, i kemi rujtur në lloma frigoriferike që t'jenë gati për çdo kohë, sepse përulla shegave nuk ka gjithë vitin, kurse na langën e shekës kena gjithë vitin. Gjithë viti. Tash është koha edhe ushqimit, na erdhi ushqimi, mezi po presën me e provu, ja t'i largoj pak këtu. Përshëndetje. Përshëndetje. Tani do t'ju tregojmë disa nga pjatat tona mesore, si quajmë ne, që i kena të shtëpis. Kjo është sallata mix, që është me sallatë jeshile, pomodorinit freskët, lule shtrydhet freskët, edhe fara susami. Sa është shme po dopet. Tani është djathi i skuqën, që është me fara susami edhe me mjaltë. Kjo janë turshit e shtëpis. Patatet e furrës, që vinë patate normale, Me u knaqni. edhe patatet ëmbla. Salca kosit e marinume. Është dhe bëreku i shtëpis, që është me spinaq dhe djath. Tani kemi edhe 2 tjera që do e sjelli tani. Okej. Ju bëf Mezi po mirë. presme i shiu gjitha, po duket ushqimi shumë i shishëm, shikues dashur. Apo e shet çka mundeni me pas, nëse vini në agroturizëm Faqedal, mundeni me i shiu gjitha këto, por edhe këtë Tani mishin këto e është mrekullueshëm që u bota. Buka misrit e shtëpis me shlirë. Dhe mishi i qingjit, që është kofsha qingjit, që është një nga specialitetet tona në furrë me zjarr të avashtë. Kjo pra është edhe pjata kryesore edhe ma e preferumja që porositin gjitha, apo jo? Ju bëf mirë. Faleminderit shumë. E shikues dashur, kjo është edhe tryeza e mbushur plot, ndërkohë po e vazhdojmë edhe bisedën edhe pak, më na tregun ndoshta më shumë rreth aktiviteteve të cilat i ofroni dhe mund t'i gjejnë të gjithë vizitorët që vinë këtu. Po, lokacioni jonë është afër bashkimit Drinit dhe Bunës, është afër Shirokës, është afër Kalas, është afër malit të Araboshit, domethënë është pa mundësina, munden me ardhë me konsumu drekën, munden me dalë me pi kafe në Shirokë, munden me lëviz, domethënë mi kala me pa kalan, pa pamjen e kalas, edhe për këtu edhe munden me pa kalan, domethënë munden me pa agroturizmin tonë për në kala. Po. Malit të Araboshit. Ka aktivitete të shumta. opsione. Po pse duhen të vinë shikues të emisionit Pasion e Profesion këtu te Agroturizëm Faqedal, por edhe në Shkodër, të flasim pak për Shkodrën. Shkodra, vitet e fundit ka marrë një formë tjetër, me ardhen e kryetarit të ri, Shkodra ka ndryshuar shumë. A ba shumë më këndshme, a ba shumë më ka marrë ngjyra tjera, a ba më festive. Nuk më funksionon më vetëm si ka funksionu vetëm verës, tash funksionon 12 muajt e vitit. Ka shumë gjallëri. Po. Po edhe investimet janë bërë shumë bukura, domethënë shumë të mira, shumë në mes biznesit, në mes çdo gjë. Po ndryshu 100%. Me përfundimin e hyrjes qytetit lehtësohet edhe trafiku, lehtësohet shumë edhe në lehtëson edhe ne, sepse njerëz mund të vinë më shpejt, sepse nuk mundet me prit 3 orë në radhë trafik për më ardhë me konsumin direkt, është shumë e rëndë. Kryetari ka punu mirë, deri tash ka punu mirë edhe inshallah vazhdimisht. Faleminderit shumë për këtë intervistë dhe faleminderit shumë për mikpritjen, ishte kënaqësi shumë e madhe. Shikues dashur, unë veç se po ju them ejani,
dhe shijojeni këtë pamje të mrekullueshme, por gjithashtu edhe këtë ushqim shumë të shijshëm që unë tash veç po filloj. E bëf mirë. E shihemi në episodin e radhës me agroturizmin e radhës.